AACL e Dioguardit shqiptarët kanë humbur besimin te qeveria e Ramës, mbështesin protestat paqësore lidhur nga qytetarë shqiptaro-amerikane. Organizata e drejtuar prej më shumë se 3 dekadash nga Xho Dioguardi dhe Shëri Kloes Dioguardi ka dalë me një deklaratë publike në mbështetje të protestave që zhvillohen në Shqipëri. Në deklaratë AACL shprehet se bazuar në raportet besueshme, qeveria e kryeministit Edi Rama gjatë 12 viteve të fundit ka funksionuar përmes një sistemi të korruptuar dhe jo transparent, duke favorizuar oligarkë, vendas dhe të huaj, ndërsa shumë të rinj shqiptar janë detyruar të emigrojnë për shkak të mungesës së mundësive. Organizata thekson se protestat nuk janë kundër investimeve legjitime amerikane apo të huaja, por kundër mënyrës së qeverisjes dhe mungesës së transparencës. Sipas saj, rinia dhe shumica e popullit shqiptar kanë bërë të qartë se Shqipëria nuk është në shitje dhe nuk besojnë më se qeveria aktuale mund të realizojë reforma të vërteta. AACL mbështet kërkesën për krijimin e qeverie teknike të përkohshme të përbërë nga profesionistë jo partiak, e cila do të administronte vendin dhe çonte drejt zgjedhjeve të jashtëzakonshme brenda një viti. Në të njëjtën kohë, organizata u bën thirrje protestuesve të ruajnë karakterin paqësor të lëvizjes, të refuzojnë dhunën dhe çdo përpjekje të individëve apo grupeve me agenda ekstremiste ose të huaja për të shfrytzuar protestën. Në përfundim, lidhja qytetarë shqiptaro-amerikane kërkon komunitetin ndërkombëtar të njohë shqetësimet e qytetarëve shqiptar dhe të mbështesë të drejtën e tyre për të protestuar në mënyrë paqësore dhe për të kërkuar ndryshim demokratik përmes mjeteve ligjore.